Ngjarja e trisht e vllait vogël. Dëgjojeni këtë histori deri në fund. Jam i bindur që do t'ju prekthell. Ishte viti 1961. Një ventrilokuo i quajtur Martin Vial ishte mjaft i suksesshëm. Për ata që nuk e dinë se çfarë është një ventrilokuo, janë ata që kanë atë kukullën në dorë dhe teksa mbajnë kukullën, ata flasin me zërin e brendshëm, pa i lëvizur buzët. Dhe duke lëvizur kukullën, sipas fjalëve që thonë, duket sikur kukulla pra flet. Ky quhet ventrilokuo dhe Martin Vial ishte njeriu më i suksesshëm ose artisti më i suksesshëm në Boston, madje edhe në Amerikë. Kishte një paraqitje shumë ndryshe nga të tjerët, sepse ishte shumë i dobët, me një fytyrë të zbekt dhe ata flokët e shpupuritur. Ishte rreth 60 ca vjeç. Mirpo Martin kishte diçka të çuditshme. Ai nuk lejonte që t'i afrojë askush kukullës së tij. Kukulla e tij quhej Eddie dhe mbajeni mend këtë, dëgjojeni me vëmendje. Eddie dukej tamam si një njeri dhe sikur fliste. Mund të ishte rreth 11 vjeç, pra një fëmijë 11 vjeç, ajo kukull, dhe ai dukej tamam sikur të ishte një fëmijë, sikur ta kishin ringjallur, por një fëmijë i vdekur, të paktën kështu dukej. Në fakt, gjithë ata që shkonin dhe shikonin në spektaklin e tij ishin të impresionuar nga kjo figurë e çuditshme. Eddie, ngado që shkonte, ai Eddie e mbante në një një valigje të madhe dhe të mbyllur me kyç. Nuk lejonte as kënd që ta shikonte nga afër dhe valigjen e mbante për herë me vete. Madje kur shkonte në për hotele e fuste nën krevat. Mirpo këto detaje nuk i hasi askush deri në një moment. Në atë periudhë, në vitin 1961, pikërisht në Boston ndodhin disa vdekje misterioze. Shumë njerëz gjatë asaj kohe, pra gjatë atij viti, në vitin 1960-61, filluan që të vdisnin njerëz në gjumë. Ndiqeni sepse është vërtet shumë absurde. Dhe nuk ishte vetëm një, por kishte disa që vdisnin gjatë gjumit. Askush nuk e shpjegonte se si është e mundur që njeriu gjatë gjumit të mund të vdiste në mas të gjerë. Dhe pretendohet që mund të ishin rreth 800 të vdekur pra në këto 2 vjet. Gjatë gjumit po flasim. Dhe si përfundim kaloi një kohë dhe Martin vazhdonte të bënte spektaklin e tij me Edin. Dhe spektakli ishte gjithmonë madhështor. Madje ai kudo që shkonte, kishte kaq sukses sa mblidheshin akoma më shumë njerëz. Në fakt ai dilte me Edin, sapo dilte duar trokitje dhe fillonin që të gjithë që të brohorisnin dhe secili prej tyre kërkonte që ta prekte vetëm një herë kukullën Eddie. Por Martin, si gjithmonë sapo përfundonte spektakli, i largonte me inat kur afrohesh dikush, e mbyllte në valigjen e tij, merrte valigjen dhe gjithmonë me vete, e mbante dhe shtrëngonte fort atë valigje. Askush nuk e shpjegonte që pse kjo sjellje e Martinit kozi dhe në këtë formë. Dhe si përfundim, pas një mbrëmjeje, teksa shikonin spektaklin, dikush vuri re diçka të çuditshme. Një babai një fëmije, sepse shkuan me një familje që të shikonin spektaklin, babai një fëmije rreth 10 vjeçar, pa që Martin teksa po e fuste në valigje e pa nga cepi i kurtinës, pra aty ku ai po vënte spektaklin në një teatër, e puthi në ball dhe e vendosi aty. Rastësisht ai pa këtë gjest, por gjesti që ai bëri duke i puthur në ball dhe duar, mendoj që kishte diçka të çuditshme në këtë kukull. Nuk ishte vetëm një falënderim. Pra, një falënderim kur i thua nëse ke diçka që të bëri të suksesshëm, por kishte diçka, një lidhje speciale me kukullën. Dhe kështu, ky zotëri lajmëroi kushëririn e tij që ishte polic. Dhe i thot, këtë kam parë. Dhe ky polic shkoi pas Martin disa mbrëmje dhe pa të njëjtën gjë që kishte parë edhe kushëriri i tij. Pra, vuri re që Martin Vial, teksa mbaronte spektaklin që mbyllte teatrin, mbyllte kurtinën, shkonte pas dhe kur shkonte aty puthe në ball dhe në duar këtë kukullën. Mirë, po kishte diçka të çuditshme ajo kukull. Në fakt, ky polici shkoi që ta shikonte kukullën nga afër dhe Martin menjëherë e mbylli. E pa që ju afrua dhe mbylli. I vuri Chelsin dhe ndonse ky i tha ta shoh pak kukullën, ai tha jo.
Dhe kështu u detyrua që të lajmëronte policinë. Lajmëroi policinë dhe policia pas 3 ditësh shkuan pas Martin që të shikonin spektakle. Dhe kur pan spektaklin, sepse ai polici parë kur shkoi nuk ishte i veshur si polic dhe Martin nuk e dinte që ishte polic. Kështu që kur shkoi policia e kapi në flagrancë. Çfarë ndodhi? Ai teksa i puthi duar dhe ballin, i ofro policia dhe çfarë të sheh. Edi nuk ishte një kukull, por ishte vllai i tij, vllai i Martinit. 11 vjeç kishte vdekur, kishte vite që kishte vdekur, 11 vjeç dhe Martin e kishte balsamosur dhe e mbante për herë me të. Dhe e dini pse? Sepse pikërisht Edi në ëndrat e tij, pra të Martinit, i thoshte gjatë gjumit, i thoshte që ai donte që të rinte me vllajin dhe merrte sa herë gjatë gjumit merrte shpirtin e dikujt. Kjo shpjegohet, ndonse disa tregojnë që janë histori konspirative ose janë ngjarje që nuk janë të vërteta, megjithatë ai, pra Martin, betoi që vllai i tij u merrte jetën njerëzve, pra gjatë gjumit, sepse donte që të rikthej edhe një herë në jetë që të bënin spektakle bashkë me vllajin. Vllai i tij, pra Martin, kur Edi kishte vdekur, ishte 6 vjeç më i madh. Kështu që ishte 15-16 vjeç, pra kur në moshën 10-11 vjeç kur vdiq Edi. Dhe që në atë kohë ai e mbante të balsamosur në shtëpinë e tij dhe kishte filluar që të bënte spektakle me një kukull tjetër dhe gjatë gjumit Edi i thoshte që dua të jem unë në vendin e tij. E kështu që Martin besonte që ai ja kishte dhënë suksesin, pra vllai i tij, Edi. Dhe kur filloi spektaklet, që u bëi suksesshëm, çdo mbrëmje hante së bashku me të, e vendoste në tavolinë përballë, pra kur ishin vetëm, nuk diskutohet, dhe pinin dhe hanin bashkë. Dhe gjatë gjumit ai shikonte gjithmonë vllain e tij që i tregonte për jetën andej, pra jetën e përtejme, njëkohësisht i tregonte për jetën që jetonte. Por Martin nuk mundej që ta sillte në jetë. Dhe e vetmja gjë që ai të mund të rrinte me vllain e tij ishte që ta balsamoste dhe të jetonin bashkë dhe të bënin spektakle bashkë pikërisht pra gjatë asaj kohe. Është një histori e trisht, sepse Martin Vial u arrestua, por ç'është e vërteta, ai nuk donte gjë tjetër veç se të rrinte me vllain e tij të vogël. Vllain që dëshironte gjithmonë të bënte spektakle me të. Dhe kështu që ai në një forum apo në një tjetër e ringjalli, pra gjatë spektakleve, Edin, duke bërë spektakle bashkë. Kështu që ndonse e arrestuan, ndonse kaloi pjesën tjetër të jetës së tij në burg, Martin Vial mbetet një nga ventriloquot më të suksesshëm të të gjitha kohërave në Amerikë, jo vetëm në Boston, por edhe në Amerikë. Ju, çfarë mendimi keni për një histori të tillë? Kush prej jush do ta bënte larg qoftë në qoftë se do të ndodhte një rast i tillë? Pres komentet tuaja dhe doja që ta diskutoj me ju, dhe kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihni sërish, dhe faleminderit që jemi për bashkë. Ju përqafoj të gjithëve. Faleminderit.